Horoskopi ditor 2 dhjetor 2025. Dashi, sot ka mundësi për zbulime të reja dhe interesante, dhe mund të ndiheni të pasionuar për një ide ose projekt. Energjitë kreative dhe romantike janë të forta, kështu që një projekt ose marrëdhënie mund të përfitojë nga vëmendja juaj e plotë. Të jeni pjesë e një ekipi ose grupi ju forcon besimin në vetvete. Sot mund të ndjeni një sens më të fortë qëllimi ose misioni, dhe të kontribuoni ose ndani ide me të tjerët do t'ju jap kënaqësi të madhe. Aktivitetet në grup ose mbështetja e shokëve do të jenë veçanërisht frymëzuese, dhe ata do të jenë të tërhequr nga pikpamja juaj. Nëse përqendroheni tek pjesëmarrja dhe bashkëpunimi, do të ndiheni më të sigurt dhe të fuqizuar, dhe kjo do t'ju ndihmojë të ecni përpara me energji dhe kreativitet. Sot është dita e duhur për të ndarë idetë tuaja, për të bashkëpunuar dhe për të gjetur kënaqësi në projektet që ju pasionojnë. Demi, sot aspekti i Venusit me Plutonin mund t'ju shtyjë të jeni të sinqert me veten dhe të shihni më qartë çfarë ndjeni. Mund të merrni njohuri të reja për një marrëdhënie ose një vendim biznesi. Kjo është një ditë e mirë për të përqendruar tek gjërat që rigjallërojnë emocionet tuaja. Mund të fitoni një perspektivë më të mirë për financat ose marrëdhëniet tuaja, gjë që mund t'ju jap motivim dhe qartësi. Shikoni tek aftësitë dhe burimet e të tjerëve ose të partnerit tuaj, ndoshta mund t'ju ndihmojnë në një biznes ose projekt. Mendoni strategjikisht dhe përdorni imagjinatën, përvojën dhe mençurinë tuaj për të kuptuar më mirë lidhjet tuaja. Gjërat që kanë qenë të fshehura për marrëdhëniet dhe ndjenjat tuaja mund të dalin sot për t'u zgjidhur. Kjo është një mundësi për të lënë pas gjërat që ju pengojnë dhe për të nisur një fillim të ri me qartësi dhe energji të freskët. Binjakët, sot aspekti i Venusit me Plutonin rrit motivimin dhe përkushtimin tuaj. Ndjenjat tuaja ndaj një personi, projekti apo ideje intensifikohen në mënyrë shumë pozitive. Mund të keni mundësinë të përmirësoni ose të riparoni një marrëdhënie, dhe aftësitë tuaja të negocimit janë të forta. Edhe pse dëshironi të kuptoheni me të tjerët, sinqeriteti dhe ndershmëria ju bëjnë gjithçka më të vlefshme. Përmes marrëdhënieve mund të zbuloni aspekte të fshehura të vetes dhe të ndiheni më të fuqishëm për shkak të këtyre njohurive. Të tjerët kanë më shumë besim tek ju dhe mund të arrini një marrëveshje të kënaqshme. Energjia për harmonizim me një person të rëndësishëm në jetën tuaj është shumë e mirë sot. Do të ndiheni se energjia juaj është pothuajse e pakufishme kur përjetoni magjinë e përkushtimit dhe angazhimit. Sot është dita e përshtatshme për të ndërtuar marrëdhënie më të forta dhe për të arritur qartësi dhe kënaqësi në lidhjet tuaja. Gaforja, sot, Venus takohet me Plutonin, duke sjellë një energji të këndshme dhe intensive. Është një ditë për të hequr gjithçka që nuk ka rëndësi dhe për të fokusuar tek ajo që vërtet ka kuptim. Hidhuni në projekte ose pasione që ju tërheqin, procesi mund të jetë po aq i kënaqshëm sa edhe rezultati. Marrëdhëniet janë të fuqishme dhe përfshirëse, por kryesisht pozitive. Vetbesimi juaj i qetë ju ndihmon të fitoni respekt, dhe prania juaj mund të ngrejë shpirtin tuaj dhe të tjerëve. Hulumtimet, hetimet ose aktivitetet për shëndetin dhe formën fizike sjellin kënaqësi. Shijoni ritmin e ditës, përqendrohuni tek gjërat që kanë rëndësi dhe lejoni lidhjet dhe përpjekjet personale t'ju udhëheqin. Edhe shëndeti dhe forma fizike marrin një energji të veçantë sot. Çdo hap i vogël ka rëndësi, hidhni hapin me vendosmëri. Sot është dita jote për të ndriçuar. Luani, sot je në formë të shkëlqyer për të ndjekur një pasion ose për të forcuar një lidhje. Marrëdhëniet përmirësohen kur je i pranishëm dhe përfshihet me zemër. Venus dhe Plutoni krijojnë një harmoni që rrit fokusin dhe aftësinë për të vendosur prioritetet. Vetbesimi yt për të zgjidhur konflikte ose për të kapërcyer pengesa të sjell fat. Një lidhje e re ose një moment i veçantë mund të ketë kuptim të madh, ose mund të lidhet me një projekt ose punë kreative që e do dhe ku do të japësh gjithë zemrën. Sot mund të ndjesh dëshirën të ndash një besim, ëndër ose traditë me dikë që të intereson, ose të mendosh për mënyra për të përparuar. Strategjitë që gjen tani kanë shanse të jenë jashtëzakonisht të suksesshme. Virgjëresha, sot është dita për të parë thellë brenda vetes.
Yjet të mbështesin që të kuptosh ndjenjat, nevojat dhe dëshirat e tua. Ndoshta do të vëresh bllokime emocionale që të pengojnë dhe do të gjesh mënyra t'i kalosh ato. Vendimet e tua bëhen më të qarta dhe vetë kuptimi të jep forcë. Sot mund të përqendrohesh te një projekt pune, te shëndeti ose te shtëpia dhe përkushtimi yt do të sjellë rezultate. Energjia dhe motivimi yt janë të larta, duke bërë që produktiviteti të rritet ndjeshëm. Marrëdhëniet dhe lidhjet me të tjerët fitojnë thellësi, sepse tërhiqesh nga kuptimi i vërtet i çdo situate. Në fund të ditës, qetësia dhe harmonizimi me veten tënde të japin paqe dhe tërheqin njerëzit e duhur pranë teje. Bëj një hap për brenda vetes dhe shiko se çfarë mund të ndodhë. Peshorja, sot yjet të mbështesin të kuptosh diçka të rëndësishme për veten, një person të veçantë ose një projekt në jetën tënde. Harmonia midis Venusit dhe Plutos të jep energji për të investuar në komunikim, krijimtari dhe lidhje personale. Bisedat sot janë të gjalla dhe mund të jenë emocionalisht të forta. Sot mund të gjesh strategji të reja për një situatë të rëndësishme ose për një projekt krijues. Ndjenjat romantike intensifikohen dhe aftësitë e tua për të bindur të tjerët janë në nivel të lartë. Mësimi kryesor i ditës: nuk është gjithmonë e nevojshme të kesh gjithmonë të drejtë. Lejo të tjerët të shprehen dhe do të kuptosh më shumë se sa ndihesh i kënaqur duke dhënë energjinë tënde në diçka që ka kuptim. Sot kërkon më shumë nga ti, por kënaqësia që merr është e madhe. Hidh hapin dhe shiko se çfarë mund të zbulosh. Akrepi, sot ka energji të forta për lidhje mbështetëse dhe përfitime reale. Harmonia mes Venusit dhe Plutos në sektorin e burimeve tënd të jep aftësinë për të strategjizuar, për të qëndruar i durueshëm dhe për të lënë gjërat të rrjedhin natyrshëm. Të tjerët e vlerësojnë karakterin tënd dhe besojnë më shumë në ty se zakonisht. Sot është koha e duhur për përmirësim personal, organizim dhe për të kuptuar se çfarë elementesh në jetën tënde nuk të shërbejnë më. Ndryshimet që bën tek paratë, talentet, mënyra e sjelljes dhe burimet e tua janë të favorshme. Punët në shtëpi, kujdesi për gjërat e vlefshme dhe organizimi të sjell kënaqësi. Sot është dita për të kuptuar më mirë aftësitë dhe burimet e tua. Kjo njohuri të fuqizon. Shigjetari, sot yjet të mbështesin të ndihesh i sigurt dhe i fuqizuar. Venusi në sektorin e burimeve tuaja harmonizohet me Plutonin, duke të dhënë durim, strategji dhe aftësinë për të vepruar me kujdes. Kjo është një ditë e mirë për përmirësim personal, organizim dhe për të kuptuar se çfarë pjesësh të jetës tënde janë të vjetruara dhe të mbingarkojnë. Financat, talentet dhe burimet tuaja marrin një përfitim të madh nga ndryshimet që bëni sot. Ndërveprimet mbështetëse dhe respekti që fiton sot të rrisin besimin dhe sigurinë. Punët në shtëpi, mirëmbajtja e sendeve të vlefshme dhe aktivitetet e ngjashme sjellin kënaqësi dhe stabilitet. Mëso të menaxhosh burimet dhe aftësitë e tua. Kjo ditë fuqizon më shumë se zakonisht. Britsjapi. Sot pasionet dhe interesat e tua marrin më shumë fokus. Yjet të japin motivim dhe qartësi mbi çështje financiare ose siguri personale. Një situatë së kaluarës mund të duket më e qartë dhe mund të gjesh një mënyrë për ta lënë pas. Dëshirat e brendshme janë të forta dhe duke i shprehur ato, edhe në mënyra të vogla, mund të kesh përfitime. Energjia për të transformuar ose rishfrytëzuar burimet ekzistuese është e favorshme. Përdor çfarë ke dhe bëje të vlefshme. Në dashuri ose marrëdhënie, njohuritë e reja mund të sjellin ndryshime të rëndësishme dhe të dobishme. Sot është një ditë për qartësi, motivim dhe menaxhim të zgjuar të burimeve dhe emocioneve. Ujori, sot shikon thellë pas sipërfaqes së gjërave. Njohuritë që fiton mund të jenë të dobishme, veçanërisht në punë ose projekte ku ndan ekspertizën tënde. Të tjerët e vlerësojnë praninë dhe përkushtimin tënd dhe kjo sjell shpërblime, jo vetëm materiale, por edhe emocionale. Marrëdhëniet që kanë pasur tension mund të qetësohen sot, sepse ke guximin dhe qartësinë për të adresuar gjërat në thelb. Fuqia jote magnetike dhe aftësia për të lëvizur situata në favorin tënd janë të forta, por përdore me kujdes. Investimi i kohës tek një qëllim që të bën të lumtur sot sjell kënaqësi dhe rezultate pozitive. Sot është një ditë për qartësi.
ndikim të mençur dhe zgjidhje të drejta. Peshqit, sot je i frymëzuar për të ndjekur pasione të vërteta. Harmonia mes Venusit dhe Plutos të sjell motivim dhe energji për t'i vënë zemrën atyre që të rëndojnë. Idetë dhe dëshirat e tua të sinqerta të tërheqin mbështetje nga të tjerët. Është një ditë e shkëlqyer për të vendosur qëllime, krijuar plane të dobishme ose për të zbuluar mundësi të reja biznesi. Mbase do gjesh kënaqësi edhe thjesht duke luajtur me ide dhe vizione të ndryshme, përkushtimi yt dhe qartësia në prioritetet të japin avantazh. Sot, ndiq ndjenjat e tua, ato do të udhëheqin drejt gjërave më të mira. Sot është një ditë për frymëzim, krijimtari dhe mbështetje të sinqertë.